Një 23 vjeçare është thirrur me thikë mëngjesin e së shtunës nga i fejuar i saj 29 vjeçar. Ngjarja dyshohet tek ndodhur në rrugën Enver Maloku në Fushë Kosovë. Sipas informatave të para, rreth orës 7:45 ishte kërkuar ambulancë në parkingun e banesave, ndërsa policia së bashku me ekipin mjekësor kishin hyrë në banesë, ku ishte gjetur viktima me lëndime të rënda. Fillimisht të dy palët pretenduan se ngjarja kishte ndodhur aksidentalisht nga prerja me gotë. Kur viktima o transferua në ÇKUK rreth orës 11:40, rreth 3 orë me vonesë, mjeku kujdestar informoi policinë se lëndimet nuk përputheshin me prerje me gotë, por me plagë të shkaktuara nga mjeti impret, duke ngritur dyshime serioze për rrethanat reale. Hetuesit dhe forenzikat, të cilat kanë dalë në vend ngjarje, gjetën dhe sekuestruan një thikë e cila dyshohet të jetë përdorur në rast. I dyshuari me pas ka dhënë deklarim verbal se viktima ka lënduar veten, por sa i nuk e kishte raportuar që të mos merrte vesh familja saj. 23 vjeçaria tretmanin mjekësor po vazhdon ta marrë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas stafit mjekësor, 23 vjeçaria është në gjendje të rëndë shëndetësore. I dyshuari për sulm tashmë është në duart e autoriteteve. Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari i fejuari i saj me të cilën ishin duke bashkëjetuar, në ndyshimin se i njëjti është i përfshirë në rast. Njësitë policore në vendin e ngjarjes kanë gjetur dhe konfiskuar një mjet të mpret thik, e cila dyshohet se është përdorur në rast. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Vetëm në 24 orët e fundit, në raportin e policisë së Kosovës janë regjistruar 3 raste të dhunës në familje, të gjitha me viktima gra, që përfshin lëndime trupore, dhunë dhe tentativë vrasje.